me lejt me familje. Po, në qofë se vjen një ditë dhe vjen për momentin. Jam pak e ftoftë nga këto gjana, sështë nuk është se, adin, vetëm qofë se ja vlen 100%. Në qofë se s'ja vlen... Jam shumë dëshus të kja gjatë të ti. është mendimi jëtë. Unë për ta the mendimin tim. Aty është problemi ju, dhe qa mendon ti? Patjetër, po. Qas të anim sot? Qas që një, qas kanë deti. Qas ka deti. Unë kam shumë shoqe. E kam patur përpara. Sa ku e si, no? Sa ku e si, no? Unë lidhje, tamam lidhje, mi mashkull që hini lidhje, kështu si jam kanë asë njëherë. S'ke ke lidhje. Vetëm zgjidhje. Vetëm zgjidhje, bravo, qajo. Kush ta tregoj këtë gjë? Si e gjeti? Po do të thonë krahi ku në të lidhje, është zgjidhja. Zgjidhje. E zgjidhur, 25 vjet e zgjidhur. A din kështu njofti me njoft, dika kështu po? Po që me kanë me hy me një lidhje, me thonë, jemi në lidhjet, je i dashërim, jam i dashëriate, me jo. Ali alo, kërkes llogarie te ke rahat dhe më pas. Jo, nuk është se s'du, po dhe i sot s'ja ka vlejt, a kupton? S'jam tip që du të gjithë qysh me kanë me dikan. Adin rrish shumë mirë vetëm, jam shumë mirë, në qofë se duhet të rri me dikan, duhet me kanë ma mirë se sa që jam vetë, a kupton, duhet m'ja vlejt, dhe me thonë 200%. Unë jam 100% mirë, kështu, për që me nejtë vetë, familjen time. E qatë dhe ndiko shumë mashkull, në gjëni mashkull të procenta kriterë për të me sëslash, pa luft këndër njerëzimit me të langësim në time. Mos e atë pra. Jo, nuk është se kam ndaj gjatisht kam qef me kanë njeri mirë, edhe nuk kam qef meshkuj që kanë parë, kanë lekë kësi gjona, jo, se ata do me thënë, ata tratojnë, unë menoj që më përgjësi, apo më le me folë, unë menoj që meshkuj që kanë shumë lekë, në përgjithësi shumica, nuk po them gjithë, shumica menoj që të ratojnë. Kështu që unë kam qef një mashkull shumë tisht, buke krype zemra, adin tisht me kanë mirë me ta, adin mos më tratu, me më respektu, me më dasht, me kanë mirë bashk, me dalë bashk, me u knaq, ashtu kam qef, adin tisht. Që pa thu se pas këtë filozofi jetë, nërton të kriterën që s'kam lekë me të plëcej, të thashtë, du me të pasë si shoqe. Për po lekë e plëcej si kriterë. Ta përmushi si kërkes. Mos e për gjona tjera se di. Jo, për më përgjithsi, adin një qysh parë së di kje nesër si ke, kështu që ma mirë me kanë 2-0 dhe më janis 2 me ba diçka bashk, dhe me thonë me ndërtu diçka bashk, se parja dhe tranon njerën. Parja e tranon njerën. Kështu që... Briki, kush është gjesti më i ëmbël që ka bërë dikush për ti? Nuk ka në gjest. Gjest e mërë. Që ka një mundi, s'ka për të tjetë grandioz, më të video e vogël. Jo, thjesht, dhe me thënë, mu ngell mëndje vetëm respekti. Dhe me thënë, në qëfë se një person më respekton, mu ngell mëndje. Asgjë tjetër. Më sinqerisht, si ka këtë duke shumë e qete, shumë e rehatshme. Gjanat kështu material, gjanat kësi gjanas? Ishte e më vëllu, kam qef me shumë pushime me qadra, me dalë me biciklet. More me marrë qadrën vetë me mua ty? Shatër. Edhe nëse ajo fiton çmimin e parë, bravo, ndika ke fix për kam dhe. Apo edhe s'ka bërë në herë pushime kështu në velipoj, në shëndjenë? Jo, kush? Në shiroke. Po dëmë e shërë A është mirë në velipoje kështu? Po, a? Velipoja shiroka thejth. Rio. Mira. Po, atë bile e ka thënë njeri, që se do një vënd me bësë seks e mas më djerësi që shko një në thejth. Ka që veti kurative ko e vënd.
Edhe një gjë që më pëlqen shumë të ri mashkull, kam qef, dhe me thënë, me jetu me familje. Dhe me thënë, unë kam qef me jetu me nanën e babën e ti. Dhe me thënë, unë kam qef shumë, unë kam qef shumë, dhe me thënë, me respektu, për shembull, kam qef me u zhjunë më njës, për shembull, herë, ta di sikur këty në heri nuse që janë që herë, që kanë la o borën, kanë bo bukë. Kam qef shumë adin me jetu me vjerën, me familje, se dhe me thonë, mu plesht, unë i adhuro, janë si fmi, dhe me thonë, unë kam qef shumë. Shumë, dhe me thonë, e kam qef këtë gjamë. Bravo.